Zotri Zëqiri, keni vritur ndonjë ndryshim të themi të atmosferës së funksionimit në Zubin Potok pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit në vend, ku edhe serbët dolën fitues andaj? Jo, unë do presim do të procedura të zhvillohen pas zgjedhjeve, pritet do të certifikimi. Dhe natyrisht presim qasjen e listës serbës, si do t'i qaset do të këtu. Unë po du me folë me paragjykime, po mund ndodh të ato fiskultura që mësu ata ka herë me përdor, po unë besoj që nuk ka këtu jashta diçka që dilet, jashta respektimit të protokollit të ligjeve. Kur tani fiskultura, në çka aludoni? Aludoj në sabotimin do të simbolet e ku ta diun ose disa do të kërkesa mirë, po gjithçka çka është procedurale do të është e pranueshme, ani pse, siç e përmendi edhe parafolsi, nuk janë as këto komunat që me thonë krejt një etnike, kemi përfaqësim do të edhe në për kuvende do të kemi përfaqësim, dhe unë besoj që secila strukturë që do të vjen në menaxhim duhet të jetë e vetëdijshme se duhet zbatuar ligji, ashtu qysh kam qenë i thirrë dhe jam akoma, unë për ta zbatuar dhe për ta respektuar secila strukturë që të vjen është e obliguar të respektoj procedurat, protokollet, natyrisht se nuk është gjithçka si mas tekeve të themit në menaxhimin ose në shërbimin e qytetarëve, është ka rregulla, ka ligj, ka protokolle, do të thotë sidomos të zyrtarët e lartë dhe matul në për komuna që në nivel lokal, po dhe qoftë qendror. Unë besoj që duhet respektuar ligjet dhe jemi okej për gjithçka. Mirë, po kam besimin që thani që ka mundësi që serbët të largojnë edhe simbolet shqiptare? Simbolet e shtetit të Kosovës? Nuk është në pyetje këtu simbolet shqiptare, është simbolet shtetënor. Është shtetërore të Republikës së Kosovës. Po, të lutem se kjo është do të thënë simbol i shtetit, nuk është i nacionaliteteve, dihet flamujt e simbolet që janë. Mirë, po është edhe ligji i përdorimin e tyre. Meqense unë nuk besoj se ata do të kenë guximin, do të ndryshojnë diçka që mos ta respektojnë, se në momentin që nuk respektohet ose qoftë flamuri se simboli institucional, aty dihet se po bëhet një sabotim ndaj shtetit, themi kështu. Kështu që ne presim, unë uroj që të shkojnë gjithçka mrena procedurave ligjore, do të thotë që nuk kishte me qenë, çush më thonë, për secilin mirë, në të kundërt në qoftë ka ose përpjekjet, atëherë dihet që faktorët janë ata që mund ta sabotojnë ose neglijojnë ligjin, e si dhe neglijojnë ligjin, do të thonë vjen atak edhe me ligjin, por natyrisht edhe bëjnë ndarje etnike ku ta diun. Unë nuk besoj se do të mund të ndodhë kjo, mirë, po megjithatë do të presim, ne jemi akoma në angazhime si për ato çfarë neve na takojnë. Unë uroj që të kemi procedurë në rregull, të jemi në rregull, jam i gatshëm për gjithçka procedurale, do të po pranim dorëzime, të uroj çush më thon për zgjedhje gjitha pa marrë parasysh cila strukturë është ajo që ka fituar, pse jo. Për shembull, unë uroj që të respektohen procedurët. Në të kundërtën është çush më thon në dorën e ligjshmërisë e shtetit, do të thotë reagimin ndaj secilit. Ashtu qysh